ne kemi realizuar dhe do të realizojmë edhe shumë projekte. Një ndër ata është edhe projekti për Kodrën e Diellit, që është vërtet një ndër investimet më serioze që do të ketë jo Tetova, jo vetëm Kodra e Diellit, por edhe Maqedonia e Veriut. Unë jam i motivuar të ndërtoj edhe 3 shkolla fillore për komunën e Tetovës, një nga të cilat do të jetë edhe për shkollën Midjeni. Pra, përderisa unë kam kështu bashkëpunëtor të cilët angazhimin tim, përkushtimin tim, e dhjetëfishojnë me rezultate, sigurisht që edhe në mandatin e ardhshëm ne do të arrijmë që këtë që e bëm 4 vitet e kaluara të tregojmë se ka qenë shumë pak në krahasim me atë që do ta bëjmë në 4 vitet e ardhshme.